Mangjuka me pasuri, Kurti me 16 euro në bank. Ja se çfarë pasurie ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë. Besoj po e njehni këtë personin në foto. Po, ky është Arlind Mangjuka, zëdhënës i qeverisë. Tashmë së fundi është shpallur fajtor për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit, i cili u dënua me 1 vit e 6 muaj burgim. Por a e dini se çfarë pasurie ka të deklaruar? Hajde po ndalemi dhe po e analizojmë, pasi që nëse e shohim deklarimin e tashëm me atë të kaluar, ka goxha dallime. Te pasuritë e paluajtshme, Mangjuka ka të deklaruara në pronësi të prindërve, një lokal në vlerë 200.000 euro, 2 ara në vlerë mbi 100.000 euro, të gjitha këto të trashëguara, si dhe një shtëpi në vlerë prej 100.000 euro të ndërtuar. Te pasuritë e luajtshme, ai ka deklaruar një veturë me vlerë 15.000 euro në pronësi të prindërve. Para të gatshme, ai ka deklaruar të tijat mbi 4.000 euro, ndërsa të prindërve ka deklaruar para në vlerë mbi 60.000 euro. Kredi ka të deklaruar shumë totale prej 50.000 euro detyrim të prindërve, ndërsa tek të ardhurat vjetore, personale dhe familjare ka deklaruar afro 14.000 të tij, si dhe mbi 16.000 të prindërve nga biznesi familjar jashtë vendit, ndërsa vitin e kaluar Mangjuka ka pasur të deklaruara vetëm para të gatshme të tij 2.500 euro, si dhe të ardhura vjetore mbi 12.000. Pra, kjo është pasuria e majme e zëdhënësit të qeverisë Kurti 3.